Artista jonë e madhe Ermonela Jao pushton sërish New Yorkun me rolin që bëri legjend. Sopranoja shqiptare me famë botërore Ermonela Jao rikthehet në një nga skenat më prestigjioze të operës në botë, Metropolitan Opera në New York, me një nga rolet më të rëndësishme të karrierës së saj, Violetën në operën La Traviata të Giuseppe Verdit. Pas mbi 300 interpretimesh të këtij roli në skena ndërkombëtare, Jao kthehet sërish tek personazhi që ka shënuar rrugtimin e saj artistik dhe personal. Për të Violeta nuk është thjesht një rol, por një premtim i jashtëm që ajo i bëri vetës në fillimet e saj në Shqipëri. Opera do mbahet në datën 6, 9, 13 dhe 16 maj në drejtimin e dirigjentit Marco Armiliato, duke premtuar net të parushme për publikun e operës në kryeqytetin e Shteteve të Bashkuara.